Miqtë dashur, si që dhe ceka pak më parë, këtë diel po e fillojmë me një bisedë këtu në studio, me një këngëtare shumë të dashur për të gjithë ne, Besiana Behluli, bashkë me mua sot në studio. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit, mirë se ju gjej, edhe për mua është kënaqësi me qenë këtu. Si po ecin këto ditët e fundit, angazhimet e fundit, për shkak që e pash në rrjetet sociale që diçka e re po vjen, disa përgatitje po vinë. Për çka bëhet fjali? Projektet ndryshme, disa që i komendu edhe ma herët, tash ju ka ardhur rani, edhe disa projekte që po du mi lancu ma shumë për rrjetet sociale, kështu, të ndryshme. Sa i jep rëndësi Besiana në përgjithësi rrjeteve sociale, të marrë parasysh që është një formë për me qenë afër publikut, afër njerëzve që dojnë me i ndalë ato të rejat e fundit, sa i aktive? Varët. Realisht do të me qenë është edhe ma aktive, po mundohem, se ka njerë është me disponim. është e vërtet që rrjetet sociale shumë e kanë mundësum artistin, ose që kanë të qoftë edhe bizneset, me qenë sa ma ofër njerëzve, sa ma ofër edhe dashamirëve të këngëve ose të muzikës, të emë këtë rast. Mundona me qenë shumë aktive, po ka njëherë thjesht është edhe disponimi pyetje. Ka njëri ka nevojë me u shkarku edhe me u largu pej rrjeteve, me qenë pak veç me vetën, me reflektu, po postoj, vazhdimisht postoj. E se ke që edhe disponimi është diçka që ndikon në përditshmërinë tonë, punën tonë, ka ndiku ndonjëherë në këtë pjesën e projekteve, e dallon ndoshta kur si e disponim të mirë, ndoshta me qenë një ditë në studio apo me incizu diçka, mundesh me vrejt me njerë? Për studio, për me incizu, dhe për me kënu jam gjithë në disponim. Janë do aspekte tjera të profesionit këngëtarës, që tani janë veç pjesë e punës. Ndoshta nuk i kishëm për shefi, edhe nuk është që të plotësojnë shumë, po do të pa tjetër me i bo. A studio dhe këndimi, ose me ndani ko me u bo kreative, me gjithë një tema interesant, për këto jam gjithmonë disponim. Kur jam produktive, disponona. Po në përgjithësi prej krejt atyre projekteve që i seke që je duke i punu, po besoj që ki shumë e shumë projekte që i ke kështu dikon sirtar, që nuk i ke publiku asnjëherë. I kam 3 ose 4 këngë, se sidomos në fillim, edhe tash, mundona mos me qitë diçka që nuk jam e kënaqur me atë punë, veç hajqes, po sidomos ma herët kom qenë ma jo zgjedhë, se po ma kritike, nuk e di, nuk më ka pëlqy gjithçka dhe ka ndodhë. Që i kom bë projektet edhe si kom lancu, se s'm kam pëlqy. Je detajiste? Shumë, ma shumë se që duhet me shta. Përveç që je vetë kritike, po besoj që ke edhe persona tjerë në familje që të këshillojnë, të kritikojnë, mundesh me cilësu dika se ka e ke ndoshta kritikon më të madh për atë? Po, për çdo projekt, çdo ide, me pa tjetër e marrë mendimin e mamit, fillimisht, edhe të Gresës, po edhe të Agnesës, edhe ajo ka shije shumë mirë, edhe din ashtu e ka një shije shumë të hollë, nuk i pëlqen gjithçka, po pa tjetër mami edhe Gresa do të njëherë me dha një mendim, ose aminin, një aprovim tamam, pa tjetër një aprovim edhe me vazhdu. Përveç që pjesës së studios që i cekëm incizimit krejt, tregove që ka edhe pun tjera profesioni juaj në përgjithësi. Sa është e vështirë ndonjëherë edhe kjo pjesa e paraqitjes fizike dhe ndoshta na ndikon ndonjëherë në disponim, çka me vesh, çish me u dog, si me u paraqit sot. Edhe kjo pak po besoj që të ngarkon kështu në përditshmëri. Po, edhe ti e din, ndoshta se është pjesë edhe profesionit tanë, po të ti është primare edhe ti e ke pranu, ama të na është sekundare me dalë në emisione, edhe kur nuk jenë ndoshta shumë formë, edhe kur s'pëlqen vetja, edhe kur s'pëlqen vlog, grimi ndoshta të vjen puna për me dalë. Kamera është shumë vështirë se ti qetëm pa, ndoshta do sane që nuk i ke vrejt ma herët. Qish po rren, qish fol, sa shumë bën me dur, si unë këtë rast, edhe të bën shumë të vedishme edhe i shek gjithçka, ndoshta edhe defekte që s'ki qef mi po. Tani është pak vështirë, po me gjithat është pjesë e punës edhe duhet, po është kënaqësi shumë herë kur emisioni për shkakun është i këndshëm si sot, ata një normal nuk priton edhe kalon mirë. Po prej krejt këtyre gjërave që
janë ndreqin disponimin besjanës përveç muzikës. Ka diçka tjetër që ndoshta thjesht kur nuk je në ditën më të mirë apo në element siç e cekëm, që të disponon? Çka të bën me u ndjej mirë? Muzika. Pra muzika vetë. Me ngu muzikë. Jo me knu, po me ngu. Nuk e di, muzika është, nuk besoj që vetëm për mu, por për plot njerëz. Plot emocione ose faza tjetër si kalojmë me muzikë. Pavarësisht gëzim ma, edhe ma varet e pi këngës sa të flet. Tjetër, jam person me shumë hobi, realisht. Më pëlqen natyra, pëlqen me qenë aktive shumë, nuk moj me najt veç pasive. Yoga, fitness, gatimi, me shkru, po gatimi e mirë që ashtu më thojnë pak nëse s'ma bojnë qefin. Edhe mu më pëlqen gatimet e mija. Pra mundohesh që gjatë tërë kohës me mbajt vetën aktive me diçka, qoftë me aktivitete fizike, me gatim, me diçka tjetër. Çka ka diçka që ndoshta familja apo shoqëria gjithmonë kërkojnë prej teje me gatu kur vinë qoftë tek te apo kur je ti në kuzhinë theme. Çka përgatit më me shef? Krejt më tregu drejt, nuk kam diçka specifike, për ëmbëlsira nuk jam shumë. Gresën e kena për ëmbëlsira, po më përgjithësi ushqimin, mishin, e përgatit e mirë, që ato kanë qef, edhe salatat. I paske mdojt, ama kështu me plëcu menyn gjitha. E përmendë më herë që duhet gjithmonë me gjetë edhe një temë interesante për me shkruj diçka ose çka të qoftë, po du me undalë tek projekte 1432 Angels me një tematik mjaft emocionuese. Na trego pak se si erdhi si ide, që ka shku krejt realizime, ke qenë e knaqur në fund? Po, ajo këngë është bashkëpunimi i parë me mamin, edhe ka qenë shumë insistimi im. Realisht kemi pas me bë vitin e kalum, për 7 me shkort, se ideja dhe e ka edhe peshën na ditë me u lansu, për 7 taman me festën, me sakrifisën tonë. Atë poezi, se ka qenë poezi fillimisht, e ka shkru Faruk Tasholli, e ka shkru shumë ndjeshëm, shumë të pa, jo pa tjetër me e gëdhen në atë mënyrën me u kujdes në shprehje, po e ka thonë shumë ashpër, me një mënyrë edhe të vërtet edhe shumë direkt. E kjo mu më ka pëlqy. Ka pëlqy se flet tamam për shka ka ndodhë. Nuk i bjen rrotull. Edhe i kam tregu mamit, edhe i ka pëlqy edhe asaj, edhe pse shumë temë ndishme, po unë kam insistu edhe ajo ka pranu me bashkëpunu në këtë temë. Ka dalë një projekt shumë i mirë, shumë. Mu më ka pëlqy shumë, edhe mendoj që e ka qu mesazhin tamam, përshka edhe mendoj që vlen muzika duhet me përcjell një mesazh. Çfarë do qoftë, duhet me u fol njerëzve, edhe shpesh ndoshta edhe me ngrit tema që njerëz nuk i dinë. Se shumë njerëz më kanë shkruar që nuk i kanë ditë numrin e saktë, që ka shumë viktima të mitur, fëmijë. Edhe mendoj që e kam rrijat efektin e vet. E se ke shumë mirë që përmes muzikës mund të përçoj mesazhe shumë të mira, po në përgjithësi mundesh me vrejt se sa kemi ndoshta njohuri edhe ne si gjenerata më të reja se për çka ka ndodhur. Për shembull si një numër të saktë si në këtë projekt që na keni dhënë për humbjen e shumë fëmijëve ndër vite. Po, me tregu drejt, nuk mendoj që flitet shumë tash, nëse bëjmë një analizë, nuk mendoj që flitet shumë edhe në shkolla, sepse prind ndoshta nuk e di numrin, ndoshta nuk e di edhe amirën, se nuk jam prind vetë, po të kisha qenë fëmijët e me, spesha dhe gresa që shemësën djelen, duhet mi tregu për shka, për këtë sfida tona si popull. Vetëm se ti nuk e ke përjetu, do të me u solidarizu edhe me bashkëndje për dhembjen e tjetrit, edhe do të me ditë historinë realisht. Po, kjo këngë mendoj që ka pas një efekt edhe në këtë fush, se edhe kori që e kanë këndu tani atë strofën e fundit, ka tregu profesoresha, ka thonë që fëmijët janë interesu se nuk e kanë ditë, edhe pse 3 mosh kanë dashur me ditë. Edhe kjo normal me delikates ju ka tregu, edhe ka shërby si një lloj mësimi për ta, një njohuri me ditë çka ka ndodhur. Po ai emocioni tjetër i dyfisht, po besoj që e që ka qenë projekti i parë me nanën me të madhe në shkurt e fejzën, jeni dakordu në çdo pikë? Me mamin e kemi një gjuhë shumë të mirë të përbashkët, mendojmë njëjtë, jem si tipa shumë për afërt,
detajist të dyjat, edhe kem qef me nëzirë një projekt, po me nëzirë mirë, ashtu, me qenë të knaqën a dyjat, edhe asaj i ka pëlqy shumë, edhe muzikën e ka bë Virusi, e ka bë një muzikë shumë të bukur edhe tamam që përkon me secilën fjalë të poezisë, se është pak vështirë me bë një gjetje tillë, edhe muzika ka dalë mirë, ne jemi mundu me interpretu sa ma mirë, edhe për klipin janë kujdes të vëdjeli, edhe ata po mendoj që kanë shfaq tamam poezin ashtu që është duhet, me aktrimin aty në fëmijëve, të vegjël, edhe ka dalë si projekt shumë i kompletum, për mu ka qenë shumë i veçantë, se edhe bashkëpunimi parë me mamin edhe tema dhe më tregu drejt shumë shtirë kemi pas me gjiru, se i kemi pas projektorin për para dhe me ato pamjet e luftës që i këshin gjetë, tash edhe të interpretu fjallë, ka qenë pak shtirë, se s'kemi mujtë me gjiru të qajtë. Ka qenë ndjenja kitë përzime, ama shumë e bukur. Se të kanë qenë ato komente që i keni marrë pas këti projekte mjaft prekës një të nko, edhe i realizuar në mënyrën më të mirë që se ke qeni mundu që çdo detaj me qenë ashtu si që duhet. Kemi marrë komente, fillimisht, shumë komente të mira për gjetjen e temës, që ka qenë diçka ndryshe, jo një tentim me patjetër një hit, me zhurë, me ritëm, se ta kallin për 17 shkurtin, nuk jemi ngarku, po unë kam pas dëshirë ma shumë me i dhanë hapësirë një temës tillë, me ngrit një vedije për këtë temë, kjo më ka interesu ma shumë, edhe për këtë kemi marrë fjalë shumë të mira, edhe unë personalisht kom marrë komplimentin ma të mirë, të monshëm, që më kanë thënë, e ke këndu bukur, e ke interpretu shumë, e ke ndjetë tamam, po dhe e ke këndu në verzionin tam. Nuk je ndiku prej nanës, po e ke pru këndimin tam. E kjo mu ka pëlqy. Pavarësisht që si mami, ndështë veç më i me ndru mu ba, se e ka emrin e vetë, e ka peshën e vetë, kam dëshirë me qenë edhe vetja, me pas identitetin tem si artisten, mirë këndimit edhe në çdo gjë. Tu ka dalë shumë kohë ndështë me kriju këtë identitetin, karakterin tënë si artiste? Është një pjesë e vështirë kjo, si të mos kur e dim që për rreth ke pas dhe një emër si Shkurt e Fejzës, ke pas gjithmonë mbështetje, që çfarë do forme po besoj? Po, më tregu drejt, halate shumë njerëz, ndoshta edhe gjithmonë je vajza edhe nëse si ki prindin e njoftën, të referohen ashtu. E lema në këtë rastin tem. Edhe mendoj që hala jam të njerëz të kriju imazhin tem, po atë karakterin edhe atë identitetin tem artistik, unë që jam mundu me kriju, po mendoj që e kam arrit. Se e kam mënyrën tem të këndimit, nuk ndikohen zakonisht, edhe nduhet me këndu si dikosh, ose kur e marr një këngë cover, si i kam bë edhe disa, edhe shqip edhe anglisht me sfidu vetën në zhandre ndryshme, i këndoj në verzionin tem. Edhe mendoj që kjo është ajo që duhesh me arrit si artist. Jo me që një kopje, po thjesht me kriju emrin tanë. E përmend edhe më herët që përveç e vetë kritike, ke pas edhe për rreth njerëz që ta kanë dhënë gjithmonë aprovimin, apo ndonjë këshill, apo ndonjë kritik tjetër, se të kanë qenë ndër vite këshillat apo kritikat më të shpeshta nga nëna? Që ndoshta ende i kujton përgjithësi. Që i kujton gjithmonë. Po, mami është shumë, nuk është që shumë tren ashtu mi kry, për me të kritiku, nuk është ashtu, i zgjedh shumë njërën që është i thotë senet, edhe ma shumë mëson njeri prej veprimtarisë saj. Edhe mendoj që fëmijët ma shumë mësojnë të i paprend, se sa të i një qka pjo thojnë. Mundesh me ju folë qka dush, kur ti vepron ndryshe, ata qojnë ty edhe marrin prej teje. Po me gjithat edhe këshillat që i ka dhanë janë kryesisht me punu shumë, me u marrë veç me punë të tua, asnjëherë me punë të tjerve, nuk jenë konkurencë me tjertë, po je me vetën, edhe thjesht me bë projekte që ti e knaqën edhe krenare kur ishe. Mos me bë kompromis. Të jenë për profesion. A për jetë është gjithmonë ajo që familja është gjithçka.
familja mbi të gjitha gjithmonë. Ke një raport shumë të ngushtë në përgjithësi me familjen, që ke edhe motrën më herët, tani edhe si teze, do bëhesh edhe halë së shpejti? Halë jam bo. Je bo, urime. Halë jam bo, edhe teze. Po, jemi të lidhon, ndështë edhe kjo insistimi mami tem, se normal fëmijët edukohen për prindit, pa tjetër, edhe gjithmonë na i ka lanë këtë fjallë që familja është mbi gjitha dhe mendoj që është mësimi ma i vlefshëm që mundesh me marë, se familjes ka njeri kryon lidhje në gjatë jetës, ka shoqni, nëse je me thatë, të bëhen edhe pjesë familjes, po me gjithat, familja është pasuri për secili njeri. Edhe jemi të lidhun, jemi shumë të lidhun. Gjithmonë është një person këtë, kështu që mundohet me i mbledh në atmosferë të mirë të shtëpisë. Sa keni ju kohë, për shkak të edhim gjithë tash kjo jeta dinamike, jeta e shpejtë, sa keni kohë ndoshta me kalu me njëri tjetrin, aq sa doni? Po na fatmirësisht këtë jemi në Prishtinë. Edhe kjo e bën ma të lehtë me u taku. Oni jam ajo zakonisht që i mbledhej, gjithmonë kom qenë bashkë këtë personi. Personi kësh, a? Po. Edhe mundohem me gjetë kohë për njëri tjetrin. Me qenë se jetoj me një qytet, kur do me gjetë kohë besoj që mund është, pak të shkurt, sa me u pas, dhe tash edhe normal edhe në WhatsApp ose diçka me folë, me qenë kontakt. Dhe gjithë kohës mundosh me qenë kontakt me familje? Po, pa tjetër, mendoj që është e rëndësishme. I ceke më herët, kur folëm për këtë pjesën e tematikave që i zgjedh për projekte, pjesa se ku nuk duhet të bësh asnjëherë kompromis tek përgjedhja e këtyre teksteve, projekteve, gjitha këto, sa mendon që sot ju jepet të rëndësi kësaj pjese të teksteve, të këngëve që lansohen sot, tematikat që ndoshta servohen? Është diçka që krejt peshojmë, që nuk i kushtohet të rëndësi as pak. Do më thonë, shumë këngë nuk i merë vesh që ka thojnë, sepse është hek teksti krejt, nuk është më faktor, është me qëllim ka ndohet që mos me marë vesh fjallët. Qa që rëndësi ka teksti, për me u bo hit. Nëse donë me sjell një këngë që me ndonë më të metë, ose thjesht me qenë në portfolien tonë, me të ngritë si artiste, ti për vete, jo që ka me të vlerësu shumë anajsen, atër është shumë me rëndësi. është me rëndësi se ka kanë për shembull para 10-15 viteve që prapë ndëgjohen, prapë përjetohen për njerëzve, i ndjej njerëzve, teksti dhe fjala shumë e fuqishme, po nuk besoj që i kushtohet sot. Rëndësi edhe peshojmë edhe vetë, ndoshta edhe tash TikToku që e ka ullë këtë vëmendjen tonë, attention span në 15 sekonda, do më thonë shpesh një këngë bëhet hit edhe me qaq. Dhe ti ndëgjon veç atë pjesë. Nuk të intereson me hi, me këshu që ka thonë. Po e ceki shumë mirë që apo i mbejetojnë, apo s'po i mbejetojnë kohës tani këngët. E dim që shpesher një këngë me tekst mirë, me muzikë të mirë, mbejeton ndoshta edhe për dekada. Që këngë shumë ta që dëgjojmë, po sot sa është vështirë me kriju një këngë të tillë? Është shumë vështirë realisht, sepse nuk ka dhe festivale shumë, ku ti për shembull në festivale ka kritere tjera, edhe ki hapësirën me bë një këngë të madhe, me një temë të mirë që mundet, me edhe më të metë, po ato festivale nuk janë. Janë 1-2 edhe nuk pëndiqen shumë për shembull, edhe ndoshta edhe u këndu gjithçka, ndoshta edhe nuk është edhe interesi të qasi këngë, është shumë e vështirë me kriju, edhe nëse e krijon, a ka më ta ndëgju dikush. Është shpërnda këtë vëmendja, në rrjetet sociale, në radio, në televizion, edhe nuk e di sa dëpërton dhe i të njerëzit. Mirë që i përmendë edhe festivalet, dim që keni organizu një koncert madhështor, kështu që keni qenë afër aty në pjesën e organizimit edhe keni mujt me pa sa e vështirë është. Ka qenë më e vështirë se që e keni prit për krejt ndoshta ati motivit, dëshirës, për krajes, po besoj që e keni pas prit gjithve. Prap ka qenë e vështirë, po besoj. Është e vështirë, po jemi mësu se mami ka festu edhe 40 vjetoren, edhe 45 vjetoren, edhe tash 50 vjetoren, e kemi si të njofshme. Edhe është shumë e vështirë, po ka qenë organizues edhe Ministria e Kulturës, cila ka kry punën shumë të madhe, edhe
me të vërtet, unë kisha pas që mi përshëndet, mi falenderu se kam bë dhe koncerte tjera, edhe me ajo qatë funksion e ka me përkra kulturën, qoftë muzikë, qoftë edhe në fusha tjera. Edhe e kam bë një punë shumë të mirë. Normal që gjithmonë ka punë, tani është edhe ai organizimi artistik, edhe organizimi pra paskenat, edhe vetë me këndu, edhe çdo gjatë tjetër është e vështirë, po është diçka që ja vlen me bë prapë edhe 10 herë tjera, se është një karrierë 50 vjeçare në pyetje, edhe jo karrierë çfarë do, po një karrierë që kam fokus edhe në thelb këngët për atë dashunin, e ka bë një ndryshim, e ka bë një thjesht muzikë që ka bë lëvizje. Edhe normal që ja vlen, ka qenë një knatësi shumë e madhe me gjithë ata njerëz, edhe që nuk i kanë zonë edhe salla, po krejt u këndu me një zë, nuk e di, ndër emocionet ma të mira najherë. E ke po besoj emocionin e njëjtë sa herë që e dëgjon duke interpretu nënën. E ke gjithmonë atë ndjenjën e njëjtë? Po, se mami, që është ajo jep njëjtin interpretim gjithmonë. E jep njëjtin mund, e jep njëjtin emocion. Edhe ti tani pa tjetër që kime përjetu njëjtë, se e ndjen dëgjuse, e ndjen çdo tingull, ti sa jetë e përjetu një këngë caktume, sa po jep prej vetës. Për shkak që sot ditë e diel, ndoshta nuk kemi prishë shumë plane, si janë zakonisht fundjavat për Besianën? Fundjavat zakonisht jam tip shumë aktiv, edhe tash, kohët e fundit e kam marrë një vendim me fillu me dalë sa ma shumë. Nëse jo çdo vikend, bile një vikend, një dilla diçka, ose me shku në Shqipni, ose dikon tash edhe pa viza, po shumë ma e letë. Mundona me qenë aktive, mundona me u taku me familje, me shoqni, ato hobit e mia mi zhvillu, edhe as vikendi, do me thënë, nuk është qërri pasive, edhe pse ndoshta duhet, nëherë me pushu, po varet për tipit, unë kam qef me qenë aktive. Udhëtimet të pëlqejnë në përgjithësi, je më shumë person që preferon ndoshta malin, ndonjë qytet më kulturor, apo detin? Detin edhe qytete ku ka shumë muze, monumente, ku ka kulturë, që ti ki qka me pa. Edhe sërë du të thoj, shpesh i blej biletat për këto, mos me prit në ren, për një ex muze ose diçka ku unë du me shku me pa, edhe kam qef shumë me njof kultura të reja, me njof mënyrën që është tjerë tjetoj, njerëz tjerë jetoj, se jeta zhvillohet ndryshe në çdo vend, ama mbi gjitha e kam detin, detin pa tjetër, detin, verën, jetën. Ke kështu personat e caktuar me cilët u thënë me kë ndoshta i shijon më shumë udhëtimet, pasi që secili kemi ato grupe tona të ndara, me dikë ndoshta kaloj më mirë në deti, me dikë më mirë në këto pjesët kulturore me vizitu diçka. Këtë udhëtimin e fundit e kam bërë me Gresën, edhe një shoqe, edhe s'kisha automati me shoqe, me Gresën, kemi kalu shumë mirë, një udhëtim këtë ndryshe. Ndështë edhe qyteti shumë i bukur, kishe qka me pa, po ndër përjetimet ma të bukra ka qenë Amsterdami. Edhe një qytet që e ka një imash krejt tjetër, kur shkon, shet diçka këtë ndryshe, një qytet shumë i bukur, shumë. Pa tjetër me shku me vizitu njerë shumë të sjellë, shumë të kulturum, shumë kultur, ka pëlqy shumë, energjia, gjithë shka. Po, kur jemi të udhëtimet, familja apo bashorti, sa ka qenë për krahas në krejt këtë rrugtimin tënd? Ajo është krahu i djathtë. Nuk ka lidhje vetë me muzikë ose familja vetë, po e ka një shije shumë të mirë muzikës, edhe ato e pyes gjithmonë edhe për projekte, edhe më përkrah e kemi atë lloj të lidhjes që e përkrah edhe unë ato edhe ai mu. Ndoshta pse jemi me moshë për afërt, ndoshta edhe tipi lidhjes, ashtu e kemi kriju që me qenë mbështes njëri tjetrit, jo pengesë. Edhe është gjithmonë mbështetje për mua. Ceka që ka edhe shijet muzikës, kuptojni gjithmonë qoftë në vetur, qoftë në shtëpi, kur dëgjoni muzikë, keni shijen e njëjtë edhe për me dëgju muzikë? Unë ndëgjoj gati se gjithçka. Lloj zhandrit muzikës, gjithçka tre, kam qef me po çka po del, çka po ndëgjohet. Edhe ajo është pak ma i kufizum,
Po e ka shujën e mirë, po ma i kufizum, shpesh jemi dakord, ka njëherë jo, po e gjimë gjuhën e përbashkët. Gjithmonë një gjuhë të përbashkët. Besiana Eceke që kohëve të fundit që je duke punu në projekte, je një person që nuk dëshiron zakonisht me dhonë data të sakta, po me alën ndoshta kohës kur përfundojnë ato. Po kemi diçka të përafërt se kur mund t'i presim projektet e radhës Besianës? E kam një projekt që nuk e kam lansua është Kriti Gatshëm. Besoj që mrenda muajit veç e lansoj, e tjerë të shoh, se nuk janë të gatshme dhe starë po thëmë, nuk po bëhet, nuk e di pse del diçka, edhe ma mirë me lanë kështu kur janë gatshme, vi prapë të regoj. Po, kur të lanson, do kemi prapë dhe do i shrojmë këto edhe në videoball dhe do i komentojmë. Shumë plane, shumë energjit mirë, shumë pozitive, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithçka që ndave me ne këtu në studio. Faleminderit edhe ty Lorinda, shumë interviste këndshme si gjithmonë të ti, edhe kënaqësi me qenë të TV Dugazhini, suksese, gjithëve një vikend të mbarë. Faleminderit shumë edhe një herë.